Mbani gjithmonë me vete pa krip, kur të mësoni arsyen nuk do ta hiqni kurrë nga xhepi. Shumë njerëz mbajnë me vete një biskot, një karamele ose një pako të vogël sheqeri. I përdorin shpesh si mjete emergjente kryesisht kur ndjeni se kanë rënje të niveleve të sheqerit. Por nëse nuk e keni menduar më parë, ta mendoni një pako me krip të vogël ose krip të mbështetur në një letër mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në situatat më të veçanta. Presioni i lartë i gjakut është një problem shëndetësor, por ai ulët mund të jetë një shenjë që mund të shkaktojë marrëmendje, dobësi, lodhje të vjedha, gjithashtu gulqime, vizion të paqartë dhe lëkurë të ftohtë. Kur presioni i gjakut është vërtet i ulët, kjo gjendje mund të çojë gjithashtu edhe në rrjedhjen e pamjaftueshme të gjakut në organe të tilla siç është për shembull truri, veshkat ose edhe zemra. Uji i kripur mund t'ju ndihmojë në trajtimin e presionit të ulët të gjakut për shkak se natriumi rrit presionin e gjakut. Kështu që, për të shpëtuar përgjithmonë prej këtij rasti, duhet të ndiqni këto hapa të thjeshta edhe duke përdorur kripën në situata emergjente.